Veç edhe pak edhe kur të bish në varrin tënë e kupton se qysh ka qenë forma e duhur e jetuarit. Qysh ka qenë forma e duhur e organizimit jetësor. Cila ka qenë forma e duhur? Për shkak se Allahu xhallahu ala e ka sjellë Kur'anin argument dhe sqarues që i dëbën të gjitha rreth e migullimit edhe mashtrimit, që ti ta shohësh rrugën qartë, edhe ti shohësh gjërat në formën e saj të duhur, ta shohësh dunjon në formën e vet, ta shohësh ahiretin në formën e vet, ta shohësh begatinë në formën e vet, ta shohësh provën në formën e vet, ta shohësh veten në formën tonë kush je, këtë ti shohësh ç'është duhet, ç'ta ka shpallja, ti shohësh në formën e vet. Në momentin kur ti largohesh nga shpallja, fillon më ra errësira, fillon migullia, edhe fillon gjithë pastaj të ndryshojnë formën. Diçka duket shumë e madhe, ndërsa është shkum, kur gjë s'ka. Diçka duket shumë e vogël, po ajo realisht është e madhe, jetë apo është një pjesë e saj. Prandaj nga begatit e Allahut ndaj robët është me mundësumi i po gjërat qysh janë. Mos më koni mashtruar e as më qenë i priuar nga migullet e caktuara të dunjas të gjërat që duhet.